Një tjetër kapitull gjyqësor hapet në Hag për ish-drejtuesit e lartë politikës dhe të sigurisë në Kosovë. Dhomat e specializuara kanë njoftuar se në fund të muajit do të nisin zyrtarisht deklaratë hyrëse për çështjen që lidhet me dy dyshimeve për ndërhyrje në procesin e drejtësisë. Përveç Hashim Thaçit, në bankën e të akuzuarve do të paraqiten dhe Bashkim Smakaj, Isni Kilaj, Fadil Fazliu dhe Hajredin Kuçi. Sipas aktakuzës, gjatë periudhës prill-nëntor 2023, ata dyshohet se kanë tentuar të ndikojnë te dëshmitarët e thirrur nga prokuroria në çështjen kryesore për krime lufte, duke synuar ndryshimin e dëshmive ose sigurimin e të dhënave të ndjeshme që lidhen me hetimet. Organi i akuzës pretendohet se janë ndarë informacione konfidenciale dhe janë dhënë udhëzime për kontakte me persona të përfshirë në proces, veprime që konsiderohen si pengim i drejtësisë. Aktakuza është konfirmuar në fund të vitit 2024, ndërsa të pesë të pandeurit janë deklaruar të pavajshëm para trupit gjykues. Pas deklaratave prezantuese, prokuroria pritet të paraqesë provat që sipas saj mbështesin akuzat, ndërkohë Thaçi vijon të përballet paralelisht dhe me një proces tjetër për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit së bashku me ish-drejtues të tjerë të ushtrisë qlirimtare të Kosovës si Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi, të cilët gjithashtu i kanë hedhur poshtë akuzat. Në këtë çështje të dy deklarata përmbyllëse janë mbajtur tashmë me mbrojtjen që argumenton mungesën e provave të mjaftueshme, ndërsa prokuroria ka kërkuar shpalljen fajtor të akuzuarve. Vendimi përfundimtar pritet të merret brenda 3 muajve me mundësi shtyrje nëse gjykata e vlerëson të nevojshme. Proceset në Hag vijojnë të mbeten ndër më të ndjeshmet për opinionin publik në Kosovë, pasi prekin drejt për drejt figurat kryesore të luftës dhe të shtetformimit.